Dhe ati po thotë që erdhi koha nëpërmjet apostujve ka folur ka 2000 vjet e kaluar që neve duhet të largohemi nga shkeljet e ligjit të vazhdueshme, sepse ligji është i mirë. Pse do të kurremi kur një gjë është e mirë? Është i drejtë ligji, atëherë pse do të shtrembrohemi neve kur ligji është i drejtë? Është i veçuar, pse do të njollosim me mëkatin kur kemi gjendën në këtë rast që është e pastër, e veçuar, e shenjtëruar? Kush mund ta bëjë një gjë të tillë? Unë lutem atit që ti ta kuptosh më thellë në zemrën tënde. Di pse? Sepse ai që nuk do të ecë në rrugën e atit, në ligjin e përsosur të tia, në urdhrimet e tia, ka diçka në këtë rast që nuk është të mirë në zemrën e tia, sepse ka bërë lutjen më përpara dhe masandaj kemi marrë fortesat në mendjet tona mishore që nuk duan të ecin në vullnetin e përsosur të atit që është duke ecur në urdhrimet e tia. Dhe ja ku po t'jap detajet, sepse vullnetin thotë e përmendin, ai që është i miri, i përsosur, i drejtë i atit. Po t'japim detaje, vëlla motër. Jeta e një besimtari kategorizohet nga detajet që ne çfarë duhet të bëjmë. Jo të themi unë disa gjëra të më përgjithshme, siç thotë son denominacionet e njeriut, ndarjet e njeriut, që apostujt vajton, dhe për 3 vjet apostulli Shaul vajtovi, thot. Për njerëz që do dalin dhe do shtrembronin shkrimin për humbjen e tyre, dhe ta konfirmon në 2 Pjetri 3. Njerëz që janë të paqëndrueshëm, të pamësuarit, e shtrembrojnë shkrimin, që është nga Zanafilla deri tek Malakia, ai është shkrimi. Ndërkohë, në e para Timoteu 4:13 na këshillohet nga apostulli Shaul që pali që themi të kushtojmë vëmendje leximit të atij shkrimit që Timoteus dinte që nga fëmiria pali sa vjet mund të ishte kur takovi Timoteus që ishte me baba grek, që nga fëmiria apostulli Shaul pali nuk ishte në besim tek Mesia, kur nga fëmiria Timoteus po e mësoheshe nga nena e tij, Junik, dhe gjyshja e tij, Lois, ka shkrimin, ligjin e përsosur të atit, profetët, fjalë të urta, psalmet. Për atë po flet shkrimi. Atë përcakton Galatasve 3, e para Pjetrit 1, Luka 24, 27 mos gaboj. E dyta e Timoteu 3:16. Që Timoteus dinte që nga fëmiria